Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderimet të nësi takojnë vetëm Allah subhana. Ata lutë dhe ati përgjëron që ta lavdëroj dhe të begoj dërgojnë e ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjeda. Të në vëdhezër, e kom përmen në shumë ligjërata një çështje që besoj është shumë themelore, që përcakton jo vetëm metodologjinë të cilës i përkasim, po edhe metodologjinë me të cilën domethënë kemi dëshirë me punu. Është ajo që na quajmë fokusi ose fokusimi tek kryetemat e Kuranit. Domethënë, njerëzit angazhohen ose sforcojnë ose spikasin i domethënie në bazë të matjeve tyne. Po një matje që na duhet me pas, për me sforcu një temë, duhet me pa që kjo temë a pi temave të mëdha të Kuranit, a nuk është pi temave të mëdha të Kuranit. Edhe krasuje në me bë me te kalu musliman që këtë krizën e kryetemave, me lënë Allah subhanahu wa taala shumë debate të kota, shumë diskutime të padobishme, shumë sene të pafrytshme, më njënohen sepse nuk përbëjnë tek ajo pjesa e prioritetit që janë domethënë kryetemat e Kuranit. Dhe këto kryetemat e Kuranit janë të përsëritshme, domethënë gati në çdo xhuzi ki këto tema të mëdha. Dhe kjo nuk është e rastishme, kjo është pikërisht për me vërtetuar që këto janë temat e mëdha të Kuranit. Një prej kryetemave të Kuranit është domethënë tema e zemrës. Domethënë Kurani ka temë të mëdha çështën e zemrës. Saqë shpesh ndoshta edhe kur e shet një temë, edhe jetë duhet menu shumë të largët, nuk po di ka me dal kjo temë ose ka më lidh kjo temë, nëse e meditoj mirë, kena me dal që e ka një lidhje me kryetemat e Kuranit. E sidomos domethënë me temën e zemrës, me temën e tauhidit, me temën e distancimit prej shirkut të mushrikëve, me temën e domethënë përcaktimit të madh të muslimanit në vlerat e islamit e kështu me radhë. Kështu që ne në surën Al-Baqara dhe vetë se i trajtuam disa pjesë që kishin bënin me Ben Israelit. Dhe ata për shembull nëse i merrti çato tema që u folën, ose ato të cilat nuk i trajtuam, nuk u nalëm. Mirë po komplet çato faqe, paraforsisht flasim për domethënë disa dukuri, disa ngjarje, disa fenomene që kanë ndodhur tek domethënë Ben Israelit. Ku mund të më kanë këto tema çato? Domethënë se i merr këta të bashkë. I bën edhe thu, po i shtimi me një temë. Çka mund të më kanë tema e përbashkët e kish aty? Për shembull, e ki aty pjesën e besatimit edhe thymjes së besës. Që ja kanë dhënë besë, i kanë dhënë besë Allahut dhe kanë thyr Ben Israelit. Pastaj e ki temën e ngjarjen aty në të ditës së shtunë, që kanë qenë ndaluar me peshku ditën e shtunë, apo edhe kanë bëu dredhien në raport me dispozitat e Allahut subhanuhu teala, dhe pastaj Allahu azhëri ka shndruar në derra dhe majmuna si mrekulli e madhe që u dosh me pa për më shtu besimi. Se ti me pa çat ngjarje është për më të shtu bindja, më të shtu besimi. Ose pastaj ka qenë domethënë ngjarja e lopës që ka të bëjë me ato pyetjet edhe kurreshtjet e kotat që trajtuam domethënë ligjratën e kalume që ishte domethënë kultura e keqe e teprimit në pyetje. Ose pastaj vën pas ngjarjes së lopës vën ngjarja e ringjalljes së të vrarit. Ka qenë tek Ben Israelit, e kina ajetin pas ngjarjes së ngjyrës së lopës që kanë dashur me therr. Domethënë dikush e ka vrarë tek Ben Israelit një njeri, edhe s'u dit kush e ka vrarë. Edhe pastaj ka ndodhur një mrekulli, mu ringjall i vrari me kazu kush e ka vrarë. Edhe prap ata nuk e kanë pranuar vrasjen, prap nuk e kanë pranuar krimin. Këtë çto tema, a mundën me pas një temë? A mundën më kon mbrana një kryeteme? Nuk Ben Israelit nuk janë kryeteme Kuranit. Neve na fol Allah për Ben Israelit, më na çutë një temë. Me na çutë një temë. Cilat këto tema e keq në ngjarjeve, keq në rrëfimeve, keq sej çka do të Ben Israelit, është domethënë zemra. Është zemra. Argument për këtë është ajeti i fundit që kemi sonte me len Allah subhanahu wa taala. Masi na ka thënë Allah azza wa jall për besatimin e tyre, edhe thymjen e besës. Masi na ka thënë që kanë vrarë pejgambert. Masi na ka thënë që kanë bërë gjunohe. Masi na ka thënë që ngjarjen e ditës së shtunë. Masi na ka thënë domethënë ngjarjen e lopës. Masi na ka thënë që edhe mos u ringjall njëri prapë se kanë pranuar dëshminë vet, domethënë atij që i ka ndodhur vrasja, thot Allah azza wa jall, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Pastaj ju vrasën zemrat juve pas gjithë kësaj. Min ba'di dhalik. Pas gjithë kësaj, domethënë pas gjithë kësaj shka u përmendën tash. Domethënë keq ato ajete, disa faqe që folshin për Ben Israelit, min ba'di dhalik. Këto to janë pas asaj që në fundi po vën ju vrasën juve zemrat. Mos mbromti, ju vrasën zemrat. Sikur Allah subhanahu wa taala ka dashur na kallëzu. A peshifni Ben Israelit çfarë zemrat vrashta kanë? Ose a besoni se Ben Israelit kanë zemrat vrashta? Dhe në Kurani edhe po i kanë zemrat e vrashta. Vese kjo vrasi nuk o befasi. Ka ndodhur diçka që ka zemrat e në çka drejtë. A e kuptuat?
Edhe Allahu thot: "Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fa hiya kal hijara." Edhe janë vrassu çat shumë, janë bërë sikurse gur. Janë bërë zemrat sikurse gur, au ashaddu qaswa. Apo edhe më shumë se sa, domethënë, vrasësia dhe ngurtësia, domethënë, e gurve. Domethënë, në këtë rast Allahu subhanahu wa taala gjendjen e gurve po e paraqet si gjendje më të butë. Gjendjen e shkëmbinjve si gjendje më të lehtë, më të butë krahasuar me këta të cilët domethënë ju janë ashpërsuar zemrat nga ana domethënë e Beni Israil. Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Ka thot gur për cilët rrjedhin edhe lumej. Është për çelëm ato gur që janë domethënë nën rrjedhat e lumejve. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma. Thot dhe ka prej gurve që qahen edhe prej tyne del pastaj uje. Thot wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah. Dhe ka gur që edhe rrotullohen edhe bin prej frikës që kanë prej Allahut subhanahu wa taala. Gur dhe shkëmbinj që rrotullohen dhe bin prej nalt poshtë dhe këtë kanë prej frikës prej Allahut subhanahu wa taala. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dhe Allahu nuk është që nuk e di, edhe nuk është Allahu që i hik ajo shkeni të bëju. Allahu nuk i hik ajo domethënë shkeni duke bë jo. Vini re ndër vëllezër të çka ajet, po potencohet një fakt. Fakti që edhe gjësendet i bojnë domethënë e madhnojnë Allahun subhanahu wa taala. Për arsye Mujahidi kur ka komentuar këtë ajet, ka thonë kudo që një gur bie të poshtë, nuk bë se domethënë thjesht nuk po e ma vetën atë tërësien e kodrës. Domethënë është rrotullu pe frikës që ka pe Allah subhanahu wa taala. Dhe kur e shihni domethënë tu çani gur edhe tu dal një përrock e ujit në një lum, thotë edhe ajo është domethënë prej frikës së Allahut subhanahu wa taala. Çuqja ndër vëllezër e bën një domethënë që krejt krijesat janë në rend edhe janë të gatuar për me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Mirë po njerëzit nuk mundën me kuptue se si domethënë krijesat e tjera e madhnojnë edhe e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, mirë po ne besomi. Ne besomi bëndshëm dhe kjo prej formave të sprovimit të akidës tonë. Domethënë ne thomi goj plot që po shkëmbinjt edhe gurt i bëjnë tesbih Allahu subhanahu wa taala, edhe lumejt edhe gjithçka domethënë që është në ekzistencë, mirë po jo vetëm kaq. Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Hashr e ka përmendur që jo vetëm që adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, po që atë shumë e përjetojnë, domethënë këtë fetari që e kanë, këtë adhurim edhe këtë lidhje me Allahun subhanahu wa taala, saqë apo nëse Kurani u kishte zbrit kodrave i kishte pa të përuluna. Nëse Kurani i kishte zbrit kodrave i kishte pa domethënë të përuluna që i bija domethënë çato kodrat që kanë çat peshë të mëdha, edhe çat vrasësi të mëdha, se shkëmbinjt janë më të vrasë se sa plumi edhe hekuri, sa tu shkrihen megjithatë në zjarr. Domethënë guri që nuk shkrihet në zjarr apo zbutet kur është Kurani. Kodra që nuk shkrihen në zjarr zbutet kur është domethënë përballë Kuranit, ndërkaq njerëzit e pabindur domethënë nuk reflektojnë për fjalës së Allahu subhanahu wa taala. Ajo është vëdu sonte me përcjell simsim, që kisha pas dëshirë domethënë kjo me qenë këshilla dhe meditimi jonë për bashkët. Shumë gjëra ndër vëllezër në jetë mos më i pasi befasi. Mu mësu me hek filozofinë e befasisë. Domethënë u çudita që ndodhi që kjo. Domethënë heke, nuk është e çuditshme, nuk është e befasishme. U dosh me prit me të ndodhë. Domethënë shumë situata na thonë u befasova që shumë ndodhi. Realisht u dosh më befasu çysh s'm kish ndodh. A kupton çfarë dosh më thon? Për shembull, nëse për shembull i shpërfill shumë dispozita të fejes. Nëse për shembull nuk bën ibadet. Nëse për shembull nuk e ke zemrën të lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Nëse nuk e ke prioritet ahiretin. Nëse nuk je umat me xhenet xhehenem. Edhe ndodhin dosen në jetë. Mos u befasova që shumë ndodh. Jo, se nuk ka befasi kjo. Domthonjë ja ki boj zmetin me orë kjo gjendje. Është i qartë? Ose shumë familje muslimane për shembull, jena befasu djali filanit ose çika e filanit çështu. Po ai nuk ka befasi. Ai prind përdesa nuk e ka eduku. Ai prind përdesa nuk e ka shumë mësime. Ai prind përdesa nuk u bë marak për ndërtimin ilmor të atij fëmijë. Nuk ka befasi ai me deviju. Befasi është mos me pas deviju. Çish befasi mos me pas deviju. Po fëmijë familjes fetare, nuk është tregu si familjes fetare se detyrimisht ka u bë musliman i mirë. Nëse nuk është investu në edukimin e tij, nëse nuk është investu në fetarinë e tij, në udhëzimin e tij e kështu me radhë. Për arsye, po du me nënvizu që ket domethënie, me hek befasin për shumë gjëra.
me hek befasin. Pse? Se në moment që hek me befasin, i bie që ka gjas na mu kanë ma njerëz të realt. Se tu kanë tu shtir kishu befasum në po bëmu aktor. Po bëmu aktor. Për shembull, familja muslimane falë ndoshta namazi ose hat iftari ose ku diun çka, edhe ndoshta këtë mbrëmje kalon nëpër televizion edhe nëpër përmbajtje edhe nëpër kontente të këqija të jetës virtuale. Edhe pastaj për shembull u befasum çysh në hini një ide kot. Nuk është befasike. Nuk ti ke investu. Ose u befasum qysh për shembull i ka hin qef një modë keqe. Nuk ka befasi kjo. Ti ki punu. Ti s'ki punu ndoshta me iniciativë të drejtë për drejtë, po nën kuptuar shumë ki punu, edhe ka arqe e situatë. Pse du të me këtë konceptin e befasisë? Se të e hek befasin, që këtë mohabetin e befasisë, bomu më të sinqert. Bomu më të sinqert. E që këtë edukat Allah subhanahu wa taala na jep në surën Al-Baqara kur na fol për Bani Israilit. Domethënë na kallzon keq çatu ngjarje që i përmendëm deri tash, apo prej të domethënë besatimi dhe thymja e deri te vrasja e atij njerit edhe ringjallja e tij që s'e kanë pranuar si dëshmi, për më nar deri te që kjo thumma qasat qulubukum. Juve pas gjithë këtyne bëmave, pas gjithë këtyne veseve, pas gjithë këtyne budallallëqeve të juve ju ashpërsuan zemrat. Juve ju ashpërsuan zemrat dhe kjo nuk u kon befasi. Kjo nuk u kon befasi. Kështu që unë kisha pas dëshirë me nënvizu, me që u hap si tim, çka i vrasson më shumë ti zemrat. A ishmi kon për shembull më të shqetësuar ose më të interesuar me kthy që këtë bisedë në hall. Për shembull thon tamam, Ben Israelit ju pas ka shpërsu zemra. Çysh ka ndodhur ajo? Ai nuk shkon me inatin. Allahu azza wa jalla nuk ka inati me krijesat e tij. A është i qartë? Domthon ti ki bë diçka dhe ka ndodhur hidhnimi. Ki bë diçka dhe ka ndodhur domethënë vrasimi i zemrave. Po du mi përmend besoj 7 arsye që janë përmend në Kur'an, me meditu bashkërisht edhe normal me reflektu që me nejt larg pikë këtyre arsyeve, të cilat domthon Kur'ani i sjell si arsye të vrasësimit të zemrës. Si arsye të vrasësimit të zemrës. Çka i bë vrasësimit të zemrës? Zemra e cila është e vrasht, nuk është e butë, nuk është e përulur para Allahut azza wa jall, nuk e prek Kur'ani, nuk ndikohet prej këshillave, nuk ndryshon, nuk reformohet, nuk reflekton, nuk nihet keq, nuk bëhet marak për gjendjen e vet. Von keq këtu përbëjnë zemrën e vrasht. Arsyeja e parë, që është pikërisht domethënë në çiket ajet. Domethënë çiket ngjarje që na vetëse po e përmeni. Domethënë po e përmeni. Allah po thot, pas gjithë këtyne juve ju vazhdu zemra. Pas gjithë këtyne çka këtyne? Këtyne çka janë këtu këtyne? Janë ajetet, janë argumentet, janë shenjat, janë mrekullit. Domethënë për arsyeve të vrasësimit të zemrave është injorimi i argumenteve që të vinë jetë. Mon Ben Israelve ju ka ardhur çasti argumenti, me pa njerin e dek këtu është një gjallë me kazu kush e ka vrarë. Ama pret ka thonë jo nuk e kena vrarë. E kanë thirrat vrasës, ka thonë ky po thotë ti më ke vrarë. Thotë jo nëse kam vrarë. Domthon injorim total i argumenteve. E tash nuk mundesh të më kon kjo thjesht sikur për shembull shumë njerëz kur vën puna për shembull për disa situata që duhet me bë, thotë agjeroj edhe e kry. Nuk është kjo formë e komunikimit me dispozitat e shariatit, e kam fjalën kur betohen rrejshëm, kjo tregon domthon që ti se ki gajle zemrën. Tamam, çejin i 90 ditët për me shpagu betimin e rrejshëm. Çka nëse të met si pasojë që si ki mallnu Allahu subhanahu wa taala, edhe me emrin e Allahut ki bë rrejshëm, çka nëse të met si pasojë vrasësia e zemrës. Edhe nesër me vite lexon Kur'an edhe kur një pikë loti nuk del pi leximit Kur'anit. Edhe kur domthon me vite nuk të lësh shenjë asnjë ajet pi ajeteve të Allahut azza. Ti kështu e ki krysi si rregull, apo? A mos e ki menuar se kjo ka shku ka prek në zemër. Kështu që shumë herë ndonjë vëllazër, kjo ndodh mëna fetarëve. Gjindën para disa argumenteve, mirë po i injorojnë. Tash edhe injorimi e ka një farë formë të arsyetimi. Dikush thotë jo unë ç'shto e kam mësuar, s'du më ndrru. Ai tjetri thotë unë ç'shto e kam ni, ai tjetri hoxha jam ç'shto më thot, apo? Amo pa unal të kjo ç'jet të arsyetu. Ku më shtin, çfarë folderi më shti çiket? Çiket e shtimit të folderi injorimi i argumenteve. A shiqare total argumente se që kjo hak, edhe ti e injoru, domethënë kjo nuk ka lënë çka shlet. Kjo le pasoj. Njohi pasojë është domethënë vrasimi i zemrës. Allah subhanahu wa taala kur na ka fol për Ben Israelit. A u kon kjo që na thjesht vesh mos mbosi Ben Israelit, a ka pas një kuptim tjetër. E ka pas kuptimin që ti edhe nëse nuk bën si Ben Israelit në fundin e fundit, domethënë mu shndrun në derë edhe në majmun, apo sikur që ka ndodhur me ata ditës shtun. Nuk domethënë që nëse zbohesh çasi mirë puna. Jo ti nuk ka patjetër me mrit te kapitulli më i keq
për me të paralajmëruar. Të edhe me bot gjysën aty në është shumë. Një 10 me bot si ata është shumë. Në është që se mas të ata në malku, hinë gjehnem për gjithmonë. E ty mas ti synon xhenetin Allah subhanahu wa taala. Më arsyeja e parë që njerëzit ju vrashtohen zemrat është domethënë injorimi i argumenteve dhe këtë në vëllezër, domethënë vrehet kjo të shumë familje, të cilët për shembull e kanë një fetar ose e kanë një vëlla më të përgatitur ose e kanë ndonjë njëri më të përndritur me fe, edhe ata i rrin shumë karshi të ja urzue thirrjen e davetin, kalojnë me një gjendje pastaj që ndoshta edhe dojmë u bë fetar po me vite s'u bën. Kuptimin që e thoi ne po ky më ka mirë që një 50 vjet që do na fol, ama zemra nuk i ngre më ullzu. Pse zemra u vrashtu? U vrashtu sepse i ka injoru argumentet e Allahu subhanahu wa taala. Pra si na duhet mi paralajmëru njerëz kur ti shohmi që e bojnë këtë punë të vogël. Thjesht thotë unë ty sta pranoj. E duhet më bëj çfarë më thonë, ti nuk ki problem me mua, ti ki problem me argumentet. Edhe mos gabomi, mos u liron në injorimin e argumenteve se mos promti mundet më të volo zemra, mos promti mundet më të vrashtu domethënë zemra. Arsye tjetër që përmend Allahu subhanahu wa taala pikërisht me këtë ngjarje që po e trajtojmë, po që ka përmend diku tjetër në Kur'an e ka përmend në mënyrë të veçantë, thotë fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya. Thotë kjo që ata i thëshin besat që ai hipshin Allahut, këta që i thëshin beslidhet me Allahun, thotë kjo nga që ata i thëshin besatimet, thotë na i mallkuam, edhe thotë u bëm zemrat e vrashta. I mallkuam edhe u bëm zemrat e vrashta. Kështu që, sidomos na tash gjendemi në një sezon të adhurimit, edhe duhet me pas këtë si rregull të përgjithshëm tjetër, mos mu gutën të punë e beslidhjes. Mos më dhon besë çat shpejt dhe çat lehtë. Mo më menu mirë. Nëse ja besën Allahu ta zgjidhja për diçka, mënoj mirë atë besë dhe realizoj. Mos më pru këtë punën e besatimit si puna e thjesht e një pendimit të çastit. Domthon kur ti pendohesh, është një pendim i veçantë. Edhe një vendosmëri mos më kthy, mos më bë gjinoa e kështu me radhë. Ama më dhon besë, më Zot ta besën kur mos e baj. Ose po ta baj, po ta besën më tash e tutjon kom e bë këtë vepër. Unë s'po tham mos jepni besë, ama më nënë mirë para se më dhon besën. Se i besën the, domthon mos promti të vrashohet zemra. Zvrashohet zemra. Allah po përmend Kur'an si arsye të vrasësimit. Domthon njerëzit që ju bëhet shumë lehtë me thy besën Allah subhanahu wa taala, domthonën ju vrashohen zemrat. Një arsye tjetër, Allah subhanahu wa taala kur e përmend atë pjesën që duhet mu njerëzit e besimtar me u zbut zemrat dhe më kthyt Allah azza wa jall, kur përmend atë Allah thot Allah azza wa jall thot wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alayhim al-amad faqasat qulubuhum. Thot mos u bani sikur ata që ishin përpara jush, që ju ishte zbritur libri më herët, e kishin një karakteristikë. Domthon ata ju kish ardh libri, po ndërmjet librit edhe gjendjes tyne të tanishme kishte distancë gjatë kohore, pa e ripërtri ata besimin, pa i ripërtri domethënjet, edhe zemrat e tyre u vrashtuan. Domthon arsyeja e tretë e vrasësimit të zemrave, sipas Kuranit, është domethën mos ripërtrirja e mësimeve. Mos ripërtrirja e mësimeve. Ata e kanë ditë, fjala bie për shembull kanë qenë, fjala bie për shembull si fis ose si popull kanë qenë tazom ndjekës të Jahjes alayhis salam. Amo pi tyne edhe dente Jahja kanë kaluar një 200 vjet pa i ripërtrirë ata mësimet. Edhe ka ardhur momenti që ju kanë vrashuar zemrën. Edhe kjo i ndodh shumë shpesh familjeve edhe individëve fetar. Domethënë, i morën disa domethënie dhe hin mirë në to. Më po pastaj me kohë ja nisin ato mu zvetënu, ja nisin ato mu dobsu, ja nisin ato mu hub ngjyra. Edhe nuk bën marak, sikurse na fetar, na e kena kët. Po tani ti çuditësh se mas një kohë ti edhe ai shka se ka hiç çat veti, më nuk jeni shumë larg shkaku i mos përjetimit, sepse zemrat janë vrashtuar sepse nuk është ripërtri. Për arsye këto është e domosdoshme me potencuar domosdoshmërinë e prezantimit në ligjërata. Domethënë prezantimi i rregull në ligjërata, nëse s'ka asnjë dobi, veç çeket o boll. Më thon dikush pse ti shkon 2-3 dersë në javë? Më thon nuk du më ndodh që kjo, mu vjetru domethënjet. Nuk du për shkakun mu plakën motivi. Nuk du domethënë diçka për shkakun unë para 3 vjetëve kur kam lexuar surën Al-Baqara ose kur kam shkuar në ders që u kam meditimi rreth surës Al-Baqara, filan ajeti ma ka ndryshuar jetën. Apo që ky ajet që ma ka ndryshuar nuk po du më ndal në harres. Nuk po du më shkuan domon në harres, po du më pas freskët çat domethënie. Kështu që një arsye për arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domethënë takimet me sahabët edhe fjalimet e tij mas namazit i ka pas të shpeshta. Pikërisht i ka pas për këtë arsye. Jo që sahabët ja kanë rrezikuar mu bë doni fe tjetër. Jo që sahabët ja kanë rrezikuar me deviju. Se të kanë konën domethënë rrethonat edhe fetarinë edhe
edhe disponim më të mirë fetar që mundet me pas dikush. Mirë po mja majtën domethënë shumë të freskët edhe shumë nivel domethënë motivin e tyre për Allahun subhanahu wa taala. Edhe mja majtën shumë nivel domethënë për kushtimin që e kanë për Allahun te bareke ve taala. Domethënë këto tri arsye janë përmend në Kur'an. Një ashtu është përmend në Kur'an për arsye të tjera, e që këtë fatkeqësisht domethënë është një për arsye që shumë vihet re tek ne popullin ton, thot Allah subhanahu وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Thot ne popujve të mëparshëm u dërgonim aty në sprova. Domethënë kur i kemi dërguar domethënë pejgamber, krahas që i kena dërguar pejgamber, ju kena dërguar sprova. Ju kena dërguar fatkeqësi, thot la'allahum yatadarrun, në mënyrë që ata të zbutën, se ti tash ti shumë i vrasht, shumë njeri i ran, nuk mundesh me pranu thirrjen e profetëve. Më hanë keni 100 matematikë edhe më hanë bosh refuzues. Allah zotja ka thënë edhe pejgambert edhe sprovat. Ja ka thënë edhe thirrjen, edhe davetin, edhe sprovat. Thot falawla idh ja'ahum ba'suna tadarru, walakin qasat qulubuhum. Thot më kanë që kur thot u kanë e udhës që kur kanë ardhur aty në sprovat ata mu zbut, mu nënshtru, edhe më ngu pejgamber apo folin. Me po përkundazi thot ata shkojshin edhe u bajshin edhe më të vrasht. Zemrat e tyre u bajshin më të vrashta. Arsyeja katër pse njerëzit u vrashtojnë zemrat është mosmarrja i bret prej sprovave. Mosmarrja i bret prej sprovave. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me pabesimtarët e me hebrejt, edhe me ben Israelit. Ka të bëjë me neve. Domethënë Allah azza xhel ta çon sprovë. Edhe ti nuk del me një shkollë për asaj sprove. Domethënë me gjasë është që ajo sprovë ka mu bë arsye ti mu të vrashtu zemra. Ose për shembull një sprovë në fe. Për shembull ndodh ta zon për shembull ngatrohesh në disa domethënie të fejes. Kur çysh suni kupton? Kur çysh nuk mundesh mu stabilizuar dhe gjithë e keni përshtypje sikur s'u po vend tek vërtetë, sikur është e pshtjellë tek shtëmrat. Ti dush me reflektu në bazë kësaj sprove. Edhe me dash me menu, çfarë i breti, çfarë mësimi i ka pikë kësaj sprove. Ose Allah azza xhel sprovon disha në fëmijë, ose Allah subhanahu wa taala sprovon një dorë, ose ndoshta bashkë janë të shku punë këtë mirë, të vënë një sprovë për shembull në jetë. Domthon nuk duhet vesh me fol tek kjo sprova me bë sabër mos me bë sabër. Ose a me bë sabër apo kanë të kënaqë. Jo, me bë sabër me dal të kënaqë pisros, kjo është një shkallë për shkallëve që e ki patjetër. Esenca, domethënë të puna e sabrit, esenca që është këtu te çështja e zemrës, ka të bëj a ki mujt me gjet mesazhin, çfarë dashti Allah me të thonë me këtë sprovë. Për shembull, a ka gjas, fjala bia për shembull, e ki pas një fiksim të madh, mas dynjojës. Edhe u kanë fiksim çaq i madh, domethënë nëse që ta ka prish atin. Domethënë ditën natë kemë veç me shtu pasunin. Ditën natë kemë veç domethënë me lakmi të madhe për shembull për do çefet dynjojës. Edhe vjen një moment që goditesh në fëmijë. A mund të më kanë mesazhi i Allahut që domethënë menoj punën e fëmijëve se këtë begati e ke harruar që të komë dhon. Edhe të jetë menu veç atë çast ta komë dhon alo. Apo? Nëse ti se merr këtë mesazh, a di çka i bë kjo? Ka përcen kjo sprovtja pet shkon mas dynjojës njëjtë. A është i qartë? A pet domethënë njëjtin avaz, njëjtin zakon, njëjtin tradit kimë ngojt mas dynjos. Ose për shembull, ndodh fjala bie për shembull Allah subhanahu wa taala ti ka dhënë vëllazni shumë të mirë, shumë devot, shumë të përkushtuar. Edhe rri me ata njerëz dhe je shumë i mirë. Shumë je i afërt me Allahun azza wa xal, shumë je i përkushtuar kështu me radhë. Edhe menon me provu hajt ta provoj me do shok tjerë. Edhe tamam del natona ka gibet, ka shpifje, ka tradhtia, ka thikmas shpine. Edhe thu e sprovu se kom prit. A mundet më kom mësim për Allah subhanahu wa taala, Allah të dash nëpërmjet kësaj sprove, me ta dëgoni mësim që ruaj njerëz të mirë. Ruaj njerëz të mirë. Nëse se merr ti ke mësim ti prapë kemë shku te do të tjerë, to vazhdimisht kimë, domethënë ke me udhje. Kështu që Allah subhanahu wa taala na tregon se këtë ajet që një për arsye pse njerëzit u vrasojnë zemrat se s'din mi lezu mesazhet çka dashti Allah më u thon. Çka dashti më u thon. Për arsye se mos kisha pas dëshirë në vizu këtu, domethënë kur kena ngjecje në fe. Kur kena ngjecje në fe, domethënë nëse eventualisht na sprovon Allah azza wa xal në fe, bot kuptime fetare, në ibadete, në mëkate, kështu duhet me menu çka mundet më kon mesazhi i Allahut. A mundet më kon për shembull ndonjëherë s'ki shans me ecë të para te një kapitull i fesë se je i përlym dikon tjetër. Për shembull e bën shumë relativ gibetin, edhe bën shumë relativ domethënë me hin hak tjetrit, tu fol për nderin e tij ose tu fol për fenë e tij ose tu fol për menhexhin e tij, ku diun çka. Edhe sprovon Allah azza wa xal për shembull në farzet që ndoshta shumica e shokëve tu janë të parë në ato farze. Ti kur qysh s'u bash as i dyti. Domethënë ti qysh kam të lidhta në ato farze, ose në vepra të mira ose në nafile. Mund të më kon mesazh për mesazhet të Allahut që nuk të liroj.
mu bo i mirë, në çdo ibadet pa hek dorë tipi çati gjinoj. Hek çati dorë tani në direkt këtu. A është qartë? Kjo mund të më mesazh për mesazheve të Allahut subhanahu wa taala. Arsye tjetër e përmend Allahu subhanahu wa taala thot fawailu lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Thot mirë për ata të cilët të mos e përmendin Allahun i kanë zemrat e vrasësuara. Të mos e përmendin Allahun i kanë zemrat e vrasësuara. Domethënë, për arsyeve të vrasësimit të zemrave është domethënë prania e pakt e dhikrit në jetë. Prania e pakët e dhikrit në jetë. Domethënë, nëse e këshir tërsinë se sa ibadet i lehtë është, edhe e këshir tërsinë e kohës ku je me këtë ibadet, mund është me konstatuar që një pjesë e vrasësisë, domethënë të arë si redhem që ka pak dhikr në jetë. Ka pak dhikr në jetë, e sidomos domethënë nëse ki pak dhikr, domethënë të dhikrët që kanë orë sunet, që janë prej të dhikri mëngjesit, edhe dhikrët e namazit, e daljes për shtëpisë, e kështu me radhë deri në fund, edhe dhikri që quhet dhikr al-mutlaq, dhikri i përgjithshëm, i cili realisht duhet më ka muslimani i mësuar çashtu me jetu. Më ka muslimani i mësuar që me pas dhikrin në përgjithësi pranishëm, domethënë në jetën e tij. E sidomos kjo prania ose rrallësia e dhikrit e bën edhe më të ashpër ndër vëllezër pasojën të pas konsiderohet domethënë çfarë thonë jetumi sot. Domethënë çfarë thonë jetumi sot, edhe në çfarë dinamike jetumi sot. Mos me pas edhe dhikrin të fuqishëm, domethënë të merr vërshimi i dynjajs, edhe i mohabeteve të kota, edhe i përmbajtjes së keqe që të vërshohet nga çdo anë, qoftë në jetën reale, qoftë në jetën virtuale, saqë domethënë nuk e di ku je. Për këtë arsye domethënë nuk duhet me marr mohabetin e dhikrit veç për sevape. Nuk duhet me marr mohabetin e dhikrit veç për me trit Allahut për mësyshit e pisihrit e kështu me radhë. Mohabetin e dhikrit do të më marr edhe si mburoj për zemrën. Edhe si mburoj, domethënë për zemrën. Një zemër që e përmend Allahun shumë, është zemër më e zbutun, është zemër më e përulën, është zemër më ngatishmëri për më ndiku prej Kuranit edhe prej këshillave prej sunetit. Një arsye tjetër që e përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, pse u vrasëson njerëzve zemrat, thot Allah subhanahu thot liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladhina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa inna adh-dhalimina la fi shiqaqin ba'id. Thot Allah azza wa jall ban që ato cytjet që i bë shejtani, ato cytjet që i bë domethënë shejtani, edhe i pranojnë do zemrat smuta ato cytje. Do zemrat smuta i pranojnë, edhe do zemrat vrashta i pranojnë cytjet e shejtanit. E pastaj thot me të vërtet njerëz zullumçar janë në një domethënë fat zi. Njerëz zullumçar janë në një fat keq. Pse Allahu fol për zullumçart pasi që flet për domethënë vrasësimin e zemrave. Sigur se na thot Allahu azza wa jall, e që kjo është arsyeja e gjatë pse njerëzit i kanë zemrat e vrashta, është domethënë mentaliteti i zullumçarit. Se ka dallim me ron zullum një herë, edhe me pas mentalitet zullumçarit. Po e përsëris. Domethënë ka dallim me gabu, ka dallim me nguc, ka dallim me bën i lëshim, edhe ka dallim mu kon zullumçar. Për arsye, në shumë herë kur çelën temat njerëz që kanë dëshirë me marr mendimin e dikujt palës së tretë, sidomos kur kanë çfarë marr pjallëve, për shembull për disa probleme familjare kështu me radhë, domethënë unë insistoj që aty njerë fillimisht u mirë mi don foldera gabimet. A gabim, a lëshim, a zullum. Se zullumi jo projekt. Zullumi jo projekt, domethënë ti ki menu mirë çme bë çat zullum. Ki menu shumë çmin hak dikujt. Ki menu shumë çme mujt me prish dikan disponime me prish në zemër, mi aprishën domethënë në çefin e jetës e kështu me radhë. Mo nuk është thjesht më bën hall se gabova, jo. Gabova, bëra një lëshim edhe insistova me të bëj zullum, kjo nuk është njëjtë. E Allah subhanahu wa taala përmend që këta e kanë mentalitetin e zullumçarit. Apo këta zakonisht zemrat i kanë smuta, edhe i kanë zemrat e vrashta. Sa ai nuk ka dëmshuri, ai nuk ka mëshirë. Edhe si rrjedhëm që nuk ka domethënë mëshirë edhe dëmshuri për tjetrin, Allah subhanahu wa taala i dënon që zemrat e këtyre nuk kanë zemra të vrashta. Edhe pastaj as nuk përfitojnë pi Kuranit, ndoshta bëhen fetar më të zhurmshëm, po jo që domethënë ja u prek fetaria zemrën, sikur që ka ardhur në hadithe për xhaurexhët që nuk i mrrin domethënë nuk e ka përsen fytin Kurani. Shebe nuk e ka përsen fytin. Domethënë fetaria është kitë shpërfaqshme, nuk mrrin të zemra. Nuk mrrin të zemra sa ajo zullumçar, aty ka dalë problem me sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A është qartë? Domethënë, mos i sahabët janë bërë të mirë për të, kanë më bërë të çetur, kush mos janë të mirë. A është qartë? Aty ka dalë punë e Resulullahit sallallahu alajhi wasallam. Mos ai na s'kam i dalë me të tjerë.
Domethënë se ky mentalitetin e ka të zullumçarit. E kur e ki mentalitetin e zullumçarit edhe pjesën më të bardhë ki me hallakat mos po gjen doni njoll. Edhe rrjedhëmisht atë njollën mu mor mu kap edhe për me bot madh dhe me kriju probleme kështu me radhë. Kur arsye domethënë një arsye që dikush i ka zemrat e vrashta, është domethënë edhe mentaliteti i zullumit, e sidomos ju kisha porosit që këtë mentalitetin e zullumit më ia shpjegu me fjalë më të lehta që mundi më ia shpjegu fëmijëve. Sepse domethënë mentaliteti i zullumit mundet mu kapën pin vegjeli. Domethënë prej në vegjeli ku ndoshta në sofrën e bukës, apo ose në renët e ditës, dhomës, kur i bëhet normal me bë zullum, domethënë ai ja nis mu pjek mu kon zullumçar. Edhe pse ku i vën mundësia nesër, ai vën në pushtet, ai vën në drejtimin e familjes, ai vën në biznes, ai vën në xhamat, ai vën në xhami, ajo çanjeri pastaj. Kur arsye domethënë zullumin duhet më nalën herët në vegjeli. Një arsye tjetër edhe fundit, thot Allah azza wa jall, "Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun." Thot aty ju vrasun zemrat dhe shejtani u hieshoi punët e tyre. Shejtani u hieshoi punët e tyre. Domethënë prej arsyeve të vrasësimit të zemrës është edhe ndjekja e cytjeve të shejtanit. Domethënë gjithherë që të vën diçka, edhe ti si përshpëritje, edhe më njëherë shlosh pastaj, kjo është arsye më të vrasu zemra. Domethënë nuk ka njeri që nuk ka joshje. Nuk ka njeri që nuk ka dyshime, nuk ka njeri që nuk ka lëkundje, ama nuk mundën lëkundje, dyshimet dhe cytet me ta përcaktuar rrugtimin e jetë. A është i qartë? Domethënë për shembull ti je në gjimnaz ose je në fakultet. Edhe fjala bie për shembull ki cytje për domethënë me jetu një jetë më të shfrenuar. Apo çka ke cytje, nëse ti janë në veshin, nuk shkon shumë gat, ja nis më të vrashu zemra. Ama nëse ignoron, nëse e lufton me lenë Allah të kimu konrat, ose për shembull, jemi në biznes, shumica aty që bëjnë të njëjtën punë e përzin me do harame. Edhe ti non stop të vën një farë cytje, s'funksionon ndryshe, edhe unë pevaj sikur krejt e kështu me radhë. Tu e ngut që këtë cytje, tu i kushtu vëmendje kësaj cytje, vjen një moment ku të vrasohet zemra. Vjen një moment ku të vrasohet zemra. Pastaj me të ardhën edhe imami më i madh i Ahlus Sunnetit në zaman, po më nuk ban dobi. Pse se zemra u vrasu. Por asgjë nuk duhet, domethënë me anu veshin cytjeve të, domethënë të shejtanit, sepse domethënë pasoja është domethënë tek zemra. Po i përmendja një radhazi kush do domethënë me i plotësu shënimet. E para është injorimi i argumenteve pas paraqitjes së tyre. Të paraqiten argumentet edhe të bëhet vonë me thonë jo. Ni më kanë ashtu me Kur'an, po ne s'jam tu dosh me ndryshu. Ni më kanë ashtu me sunet, po ne s'po du me ndryshu. Ni më çka mesela çtu kanë me ixhmo, po ne s'po du me ndryshu. Ni më çka mesela kanë te 4 mëdhëve çtu, po ne s'po du me ndryshu. Domthonë injorimi i argumenteve pas paraqitjes së tyre ta vrasën zemrën. Ta vrasën zemrën dhe kjo i ka ndodhur humbën Israelëve. Arsyeja e dytë është thymja e besatimeve. Kur të bëhet lehtë me shkel domthonë beslidhjen me Allahun subhanahu wa taala. E treta është mos ripërtrirja e mësimeve. Mos ripërtrirja e mësimeve. E katërta është mosmarrja i bret, mësim prej sprovave. Domthonë sprova që veçanërisht Allahu t'i çon ty, nuk merr ti me analizu çfarë me thon Allah, mund domthonë më kanë prej arsye të vrasësimit të zemrave. Pastaj është domethënë prania e pakt e dhikrit në jetën tënde, prania e pakt e përmendjes së Allahut subhanahu wa taala në jetën tënde, e gjashta padrejtia ose më mirë më thon mentaliteti i zullumçarit, edhe e shtatja është domethënë ndjekja e cytjeve të shejtanit. Për fund, e shënoi Imam Tirmidhiu, Sheikh El-Hafidh ibn Hajar thotë që hadithi është inshallah hasan prej Abdullah ibn Umerit, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tukthiru al-kalama bighayri dhikrillah. Thotë mos folni shumë pa dhikr. Domthon pjesën e të folmës, pjesën e deklarimit, pjesën e llafeve, mos ta keni shumë pa dhikr. Domthonën le të dominoje jetën e juaj kur të folni, le të dominoje kush jo muhabeti, po dhikri. Thotë la tukthiru al-kalama bighayri dhikrillah. Mos keni shumë llafe pa dhikrin e Allahut, fa ina kathrat al-kalami bighayri dhikrillah qaswatun al-qalb. Sepse kur ka shumë llafe e s'ka dhikr, thot kjo e vrasson zemrën. Kjo e vrasson zemrën. Wa ina ab'ada an-nasi min Allahi al-qalbu al-qasi. Dhe mos largu prej Allahut, është zemra e vrasht. Mos largu prej Allahut është zemra e vrasht. Prej kit pabesimtarë, kush janë mos largu prej Allahut? Janë hebrejt. Në Kur'an hebrejt vinë si shembulli kulmor i vrasësisë së zemrës. Nëse jashtë fesë islame, domethënë i ftarët e feve tjera, më të vrashtit
janë hebrejt dhe janë mas lartë pi Allahut, atëherë edhe këta janë musliman. Po nuk janë të denj mas lartë pi muslimanëve, që është me Allahun azza wa jall, mas lartë është ai i cili ka zemrën e vrasht. Malik ibn Dinari, Allah e mëshiroft, ka thonë kështu. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala i ka disa dënime, i ka disa ndëshkime, cilat i prekin zemrat dhe prekin trupin. Disa ndëshkime cilat e prekin zemrën edhe e prekin trupin. Kisha pas qef që tu më konë, nëse harron i ligjatën që ta mos më harru fjallën e Malik ibn Dinari, se që tu do të me këshyr a jena a nuk jena. A do me pa a tu të denu Allah a nuk o tu të denu. A tu të ndëshku ajo. Dankun fil maisha. Jetën edhe jetesën e ka si me zor, e ka si me zamet. Në punë të jetës nuk i shkojnë let. Punë të jetës i shkojnë dyqysh si me munim. Nuk ka shumë rahat një jetë. Nuk ka të bëj kjo me mirëqenje sa ki sa s'ki. Se a ki a s'ki nuk heng të kjo temë. Me qatë qka e ki, me qatë qka se ki, një jetën që jetë e tu. A o të shku jeta si letë, si këndshëm, edhe si mirë, a o të shku si me zamet, edhe si me munim, edhe si i parahatum. E para, një parahati, në tjetuar. E dyta thot, wa wahnun fil ibada. Edhe si plagësh, si lodh kërë puna i ibadetit. Kërë puna për ibadet, smuhët. Kërë puna për ibadet, kësë smunët, kësë s'ka forcë. Shkon këtë si me plagështi, këtë shkon si me dembeli. Në para, shkon jeta si ran, e dyta, ibadeti shkon si ran, edhe treta thot për me përmledh, thot, wa ma duriba abdun bi uqubatin a'dham min qaswati al-qalb. Thot që këtu dyja janë. E para është me dënua Allah subhanahu wa taala me çku jeta si ran, edhe e dyta, domethënë me çku ibadeti ran. Thot veçmone me nuk ka dënua Allahu një rob më shumë se sa nëse e ka dënu mja vrashtu zemrën. Nështë ta kështu qëkën jeta let, duke që përshon të shka mirë. Amo zemra, dhe më thonë, nuk i le shenjë kur gjon, as pi Kuranit, as pi Sunetit, as nuk ka frikë, as nuk ka përullje për Allah, thot nuk është ndëshku dikush për njerëzve, më shumë se sa dikush që ju ka bo, dhe më thonën, zemra e vrasht. E lusë Allah subhanahu wa taala, me në bo prej njerëzve që i kanë zemrat e buta dhe të përulluna për Allah, edhe zemra që e pranojnë Kuranin dhe Sunetin edhe ndriçohen me fjalën e Allahut, edhe na rujt Allahu prej shembujve të këqij. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.